Ngacmonte seksualisht adoleshenten, arrestohet 70 vjeçari në Tiranë. Një person është arrestuar në Tiranë, sipas njoftimit të policisë. 70 vjeçari mësohet se ka përndjekur një të mitur 16 vjeç duke kryer dhe veprime të turpshme ndaj saj. Sa kaq policia është duke punuar për zbardhjen e plotë të situatës. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë numër 6 arrestuan shtetasin 70 vjeç pasi dyshohet se ka përndjekur një 16 vjeçare dhe se ka kryer veprime të turpshme ndaj saj, thuhej në njoftimin e policisë.